Selamu alaikum! Mirë se vini në Faith Links. A e dini, nga njërë të thuash të vërtetën kërkon guxim, sidomos kur kemi bërë një gabim. Lina, sot më ndodhi diçka. Duke vrapuar në dhomë, rrëzova një gotë dhe ajo u thye. E kuptoj, Zeidi. Kur ndodh një gabim papritur, zemra friksohet dhe mendja kërkon një mënyrë për ta fshehur. Po, kur mami pyeti kush e bëri, unë desha të them, nuk e di. Kjo ndodh shpesh kur fëmia ka frikë se mos qortohet. Por edhe kur fshehemi pas një fjale jo të drejtë, zemra nuk qetësohet. Unë nuk doja të bëja keq, vetëm u friksova dhe nuk dija si ta tregoja. E di, prandaj e vërteta nuk duhet thënë me shumë frikë, por me zemër të pastër. Kur thua të vërtetën, edhe nëse ke gabuar, tregon se dëshiron të bëhesh më i mirë. Po nëse mami mërzitet? Mund të mërzitet pak për gotën, por do të gëzohet që ti zgjodhe të vërtetën. Prindrit nuk duan vetëm fëmijë që nuk gabojnë. Ata duan fëmijë që mësojnë dhe flasin drejt. Pra, kur e them gabimin tim, unë po bëj gjën e drejt? Po, Zeidi, të pranosh gabimin me zemër të pastër është vepër e bukur. Kështu mëson, bëhesh më i kujdesshëm dhe zemra jote qetësohet. Atëhere nuk duhet ta fsheh me fjalë jo të drejta. Pikrisht, gabimi mund të përmirësohet, por besimi duhet ruajtur me kujdes. Allahu në Kur'an na mëson të jemi me njerëzit e drejtë. Çfarë do të thotë të jesh i drejtë? Do të thotë që fjala jote të jetë e pastër. Kur diçka ndodh, ti nuk e mbulon me gënjeshtër, por e tregon me qetësi. Mund të them, mami, më fal, e rrëzova pa dashje, do të kem më shumë kujdes. Kjo është shumë bukur. Kështu nuk thua vetëm të vërtetën, por tregon edhe se do të mësosh nga gabimi. Më duket pak e vështirë, por është më mirë se të rri me frikë në zemër. Pikërisht, pejgamberi alayhi salam na mësoi se e vërteta të çon drejt së mirës. Në fillim mund të kërkoj guxim, por pastaj zemra ndihet më mirë. Atëhere do t'i tregoj mamit të vërtetën. Dhe kur Zeidi foli drejt, nëna e tij nuk pa vetëm gotën e thyer. Ajo pa një zemër që po mësonte të bëhej më e mirë. Tani e kuptova. Më mirë një e vërtet me guxim, se sa një fjalë jo e drejtë që ma rëndon zemrën. Po, Zeidi. Fëmia i mirë nuk është ai që nuk gabon kurrë. Është ai që e tregon gabimin, thot të vërtetën dhe përpiqet të bëhet më i mirë. Na mbështet me subscribe në Faith Links dhe ndiq episodet tona.